natyrshëm që për punë të hajrit dhe të mira ka dhe presion. Presioni nuk është i lehtë të durohet. As më tepër kur ky mund t'i bëhet një adoleshente, sepse për hijabin fillimisht duhet të dimë se obligueshmëria e tij vjen në moshë të re, në moshën 2, 13, 14, 15 vjeçare. Andaj edhe sa do të ishte e lehtë një vajzë e tillë ta kuptoj rëndësinë e tij, peshën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, ndërkohë të e harroj atë presion të madh që asaj do t'i thuhet se ti do të mbetesh pa këtë në të ardhmen, duke ja bërë jetën ferr, duke i premtuar më të keqen për faktin se ajo mund të jetë e mbuluar. Dhe ky presion nuk është vetëm të kjo moshë, sepse nuk janë vetëm vajzat e reja që dëshirojnë të mbulohen. Ne mund të dëgjojmë dhe madje në shumë raste kjo ndodh që në moshë më të avancuar, 30 vjeçare, 40 vjeçare, 50 vjeçare, gratë mendojnë për hijabin, por akoma u flitet atyre për këtë presion. Motër e nderuar, njeriu që më së shumti në interval kohor e shoqëroi, e mbështeti, e dashi dhe ishte afër tij, pra afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ishte? Ebu Talibi. Nga mosha 8 vjeçare e gjysmë deri në moshën 50 vjeçare të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte njeriu që u mor me rritjen e tij, me zhvillimin e tij, me avancimin e tij, me martesën e tij. Pastaj e priti në shtëpi kur ai u bë profet, kur ai ndryshoi gjendjen, kur ai u bë në thirrje në rrugën e Zotit, e cila nuk ishte e pranueshme në Mekë, në shoqëri. Dhe atë mospranim ai e kishte edhe vet, por se e donte nipin e tij, cilin e kishte rritë si jetim. Imagjino kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam pa këtë miq të vet në shtratin e vdekjes dhe kërkoi në mënyrë decisive në atë moment, pra që ai të pranoj islamin, dhe sa me dëshirë dhe ne sot kur e përshkruajmë, do të kishim dashur që Ebu Talibi të pranonte islamin. Mirë po, ishte presioni të tjerëve kur i thanë, po koritesh në këtë moment, po i le të parët e tu besimin e të tjerëve, dhe në fakt ky presion Ebu Talibin e nxori nga kjo botë pa besim, që ne as goja nuk na thot këtë. Motër e nderuar, çfarë të them unë për ty në ditën kur do të varrosesh? Dhe çfarë do të thonë ata që ta mbushen mendjen që të mos e vendosësh hijabin, po ashtu në ditën kur do të varrosesh dhe do të vdesësh? Do të marrësh medaljet e tyre që u qëndrove besnik atyre kërcënimeve dhe do t'i marrësh në varr dhe do t'i çosh te Allahu në ahiret, apo do të mbetet përkushtimi jot eventual dhe mbyllja e veshëve karshi atyre kërcënimeve, e kundërta hapja e zemrës dhe gjoksit për thirrjen e Allahut për hijab, për obligimin për hijab, që pavarësisht rrethanave, që pavarësisht mundësive që ndoshta duken të ngushta për ta pas në jetë, Allahut nuk do t'i shkoj ndryshe po si ka dash nga unë. Vendose hijabin, mos e lë për nesër, në varr do të jesh vetë.